3 ditë që të pastroj oborin nga dimri anglisë. Siç e pa tek video e parë, tek part 1, nëse nuk e keni parë ta shikoni, preva barin e kopshit i cili e kisha lënë 3 javë, je barin pa prerë, po avullinën nuk e kisha pastruar në 1 vit, do me thënë që nga behari vjet edhe e bëra si vjet prap, se e bëj një herë në vit. Siç e pa të kishin shkruar fëmijët poshtë me ashtu shkumës si e themi, edhe pastaja avullia gjatë dimrit zë këtë ngjyrën o njerëz nga shirat e shumta që bien, edhe mund ta lashë vetëm me ujë me presione që të ikin këto, ndryshe nuk ikin. Është shumë punë e vështirë se do shumë kohë, edhe më mori afërsisht një 3 ditë që ta bëja para shtëpisë dhe pas shtëpisë të gjitha avullinë, po siç mund të shikoni, u zbardhën të gjitha pllakat tani, janë akoma të lagura, po kur të thahen, është çdo gjë duket e bardhë, edhe ja mund të shkoni këtu përpara që janë tharë, shiko sa të mira që janë bërë, perfekte. 3 ditë më bëri kjo, edhe pastaj te pjesa tjetër do t'u tregoj disa ndryshime të vogla që bëra këtu në obor. Prisni për pjesën e tretë. Ciao, ciao, të kaloni bukur.